pyetje dhe një mesazh të shkurtër nga ana juaj. E dëmton opozitën thirrja e zotit Berisha tani që për pak ditë nisë edhe fushata zyrtare për zgjedhjet parlamentare thirrja në SPAK? I gjithë ky skenim për detyrimin paraqitje u mendua nga Edi Rama për ta bllokuar Sali Berishën nga fushata. Dhe bën gabim. Si gjithmonë, hesapet me Sali Berishën, Edi Rama i bën gabim. Ati duke menduar se po e persekutojnë, i dhanë mundësinë për një platformë për të denoncuar, për të bërë fushat dhe për të akuzuar për regjimin, për zbardhë të vërtetat e narko-regjimit. Kështu që nga dizavantazh që menduan ata se do ta kishte Partia Demokratike Sali Berisha dhe opozita, e kthyen në një avantazh për Sali Berishën, Partinë Demokratike dhe opozitën. Si sekretari i përgjithshëm i IPD-s, keni informacion do të vijojë denoncimi dhe publikimi i fakteve për dosjen Toyota Yaris nga kjo platformë e zotit Berisha përpara SPAK-ut? Mund t'ju them që opozita disponon jo vetëm dosjen e Toyota Yaris, po disponon materiale të tëra voluminoze të cilat kjo ngrehing këtu i ka fshehur dhe bën sikur nuk ekzistojnë. Ne këtu sot zoti Berisha dhe në ditën e vazhdim saj që tjetu do të denoncoj dhe do të zbardh këto të vërteta drejtëruese për opinionin publik, por edhe në fushat ne kemi detyrë të bëjmë transparencë dhe transparenca jon do të jetë ajo që do të sqarojë shqiptarët në lidhje me çfarë bëhet këtu dhe në lidhje me çfarë kanë bërë këta që quhen qeveritar, por që në fakt i janë një grup hajdutësh, një grup i strukturuar kriminal që nga mëngjesin dark nuk qeveris, por vetëm Shqipërinë e bëjnë pis dhe e vjedhin dhe e poshtrojnë. Edhe në pyetjet fundit, prisin që gjykata të marrë një vendim që zoti Berisha të jetë në kushte të barabarta me zotin Rama dhe mos paraqiten në SPAK në javët në vijim? Është çështje e drejtësisë politike, nuk është çështje jona. Ju a thash, menduan se do na krijonin dizavantazh, në fakt na krijuan një avantazh me këtë. Faleminderit. Faleminderit ju.